Po vuani nga kapslëku, jasti si të shpëtoni një herë mirë me këtë recetë shtëpiake. Në Shtetet e Bashkuara, pastrimi i zorës së trashë u bë i famshëm gjatë viteve 1920 dhe 1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e Wilhelmit të organizmit. Mishi i pasterizuar dhe ushqimet e tjera mund të shkaktojnë grumbullime të toksinave dhe elmeve të ndryshme në trup. Këto toksina mund të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim të peshës dhe energji të ulët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kur vendosni të konsumoni perime dhe fruta, është thelbësore të zgjidhni ato të pasura me lëndë ushqyese. Mollët janë të pasur me fibër të tretshme dhe ju ndihmojnë për të ndjerë të ngopur për më gjatë. Ato gjithashtu përmbajnë fibra dhe elementë që inkurajojnë edhe injorimin e problemeve të kapslëkut. Farët e lirit janë të mira në pastrimin e zorës së trashë. Ato gjithashtu përmbajnë fibra, të cilat përmirësojnë përthithjen e ushqyesve nga zora. Farat e lirit do ju ndihmojnë të zvogëloni riskun e problemeve të zorës së trashë, si dhe të mbroni zemrën nga problemet dhe sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Ja një recetë e këshilluar se si të ndihmoni në pastrimin efektiv të zorës së trashë nga komplikacione të ndryshme. Përbërësit që ju duhen janë një mollë, një lugë mjaltë, një lugë çaji fara liri, gjithashtu ju duhet një lugë mjaltë, një lugë çaji edhe me fara chia dhe ujë rreth një filxhan. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e përmendur, filloni me metodën e përgatitjes. Së pari, përzieni të gjithë përbërësit së bashku përveç farave chia. Pastaj vendosni të gjithë ato në një gotë me ujë dhe shtoni farat. I përzieni dhe e pini. Kur hani ushqime të pasura me fibra të tilla si molla, është e rëndësishme të pini më shumë ujë. Është e rëndësishme që përbërësit të bëhen në mënyrë të rregullt pjesë të dietave tuaja, dhe nëse keni ndonjë alergji të mundshme prej tyre, si fillim përpara përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Kapslëku është një shenjë dhe jo një sëmundje. Pothuajse çdo njeri mund të vuajë prej tij. Nëse nuk kujdeseni më mirë për ushqyerjen tuaj ditore, atëherë do ta keni më të vështirë të menaxhoni edhe shëndetin tuaj në mënyrë të kontrolluar. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga shqetësimet e tretjes së dobët, konsultohuni me ekspertin dhe bëni një përzgjedhje të mirë të dietës suaj ditore në menaxhimin e problemeve të kapslëkut. Kapslëku është përcaktuar si zorra juaj kur më pak se 3 jashitje ka në javë. Në konstipacion, materialet fekale janë të forta, të thata dhe kanë vështirësi që ato të dalin jashtë, duke krijuar kështu shqetësime nga më të ndryshmet. Shumë njerëz që kanë kapslëk kanë dhimbje dhe gjithashtu tendosje të forta, të cilat mund të krijojnë vështirësi edhe gjatë kohës që qëndroni ulur. Ndaj, për të mbarvajtur më mirë shëndetin tuaj të zorës, duhet të tregoheni të vëmendshëm ndaj një diete më cilësore. Çelësi për të mos patur këto probleme është të shtoni mjaftueshëm ujë dhe lëngje në dietën tuaj. Sipas Eating-Well në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira të cilat mund t'i shtoni në dietën tuaj ditore, që do ju ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin e problemeve të konstipacionit dhe do të lehtësojnë edhe problemet tuaja të tretjes. Si fillim, nëse jeni një person që vuani shpesh nga tretja e dobët, është më mirë që të pini më shumë ujë në përditshmërinë e recetave tuaja. Uji është laksativi më i mirë që mund të ekzistojë, pasi nuk ka efekte anësore për shëndetin tuaj, dhe si e tillë duhet të konsumohet në mënyrë të rregullt dhe brenda standardeve të rekomanduara, duke ndihmuar kështu në një lubrifikim më të mirë të sistemit tuaj tretës, duke ndihmuar zorën të bëjë më mirë punën e saj. Një ndër elementet më të mirë dhe më të fuqishëm të bulmetit që mund të shtoni në dietën tuaj edhe nëse jeni kaps, është kosi, kryesisht kosi i përgatitur vetë në shtëpi. Mund të jetë receta më e mirë ushqyese që mund ta konsumoni në vazhdimsi të recetave tuaja të kombinuara. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg produkteve të qumshtit, sidomos kur vuani nga kapslëku i shpeshtë. Por kosi bën një përjashtim të veçantë, duke u shndruar ai në një prej elementeve më të veçantë ushqyes në menaxhimin e këtij komplikacioni.
Këshillohet që kosin ta kombinoni gjithashtu edhe me element të fibrave dhe të ndihmoni gjithashtu zorrën tuaj të jetë më e shëndetshme dhe më efektive në betejën kundër komplikacioneve. Brokoli. Ullumtimet tregojnë se mos ngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve ju bën që të vuani më shpesh nga shqetësimet që sjell kapslloku në zorrën tuaj. Edhe kujdesja për atë që shtoni në dietën tuaj ditore mund të jetë një zgjidhje efektive. Kur kapslloku është luftuar, brokoli është një nga përzgjedhjet më të mira dhe më të shëndetshme për të nisur ditën, duke ndihmuar zorrën të kryejë punën e saj dhe duke ofruar 5 gram me fiber për filxhan. Fasulet e zeza gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj të zorrës së trashë dhe lehtësimin e problemeve që sjell konstipacioni në trupin tuaj. Fasulet e zeza janë një nga burimet të bollshme të fibrave të tretshme, që përmbajnë 15 gram në një filxhan të vetëm. Këto bishtaja janë gjithashtu të shkëlqyera në nivele të larta të proteinave. Ndaj nëse jeni kaps, fasulet e zeza janë një shtesë shumë e mirë ushqyese në vaktet tuaja ditore dhe lehtësimin gjithashtu të shqetësimeve që sjell kapslloku në mënyrë të pakontrolluar. Produktet e tilla ushqyese do të jenë alternativat më të mira për shëndetin dhe zorrën tuaj tretëse. Kumbullat. Ato përmbajnë substanca të njohura si laksativ natyror, të cilët do ju ndihmojnë gjithashtu të realizoni një tretje më efektive dhe të lehtësoni problemet që sjell konstipacioni në trupin tuaj. Kumbullat janë një frut shumë i rëndësishëm ushqyes, që nëse shtohen në vaktet tuaja ditore brenda rekomandimeve të duhura ditore, do të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Një frut që mund të gjendet lehtë edhe pranë dyqanit të shtëpisë është edhe kivi. Kivi është një frut i fuqishëm i cili nëse hahet në mëngjes mund të vendosë në punë zorrën dembele, duke ndihmuar që ajo të funksionojë si duhet dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Luleshtryllet mund të jenë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë pasi janë të pasura me fibra të tretshme. Nëse nuk jeni adhurues të luleshtrylleve, një banane e pjekur mund të shtohet lehtë në dietën tuaj ushqyese edhe të menaxhoni komplikacionet e saj. Ekspertët e Healthline citojnë se produktet natyrale që mund të shtoni në dietën tuaj janë edhe bajamet. Siç mund ta dini, bajamet janë të pasura me nivele të larta të yndyrnave. Ato janë të shkëlqyera dhe një burim i tretshëm i fibrave. Të shkëlqyera mund të ofrojnë rreth 3.5 gram fiber për 2 grushta me bajame. Aloe vera gjithashtu mund të jetë një ndihmë reciproke në rastin tuaj konkret. Aloe vera është e mirë në funksionin fiziologjik, ndër të cilat janë të mira gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Ndaj konsumi tyre në mënyrë të rregullt dhe brenda rekomandimeve ditore mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tretjes. Farat e lirit. Liri është një burim shumë i mirë i fibrave. Farat e lirit mund të shtohen pothuajse në çdo ushqim ose t'i pini ose t'i konsumoni në gatime të ndryshme. Drithrat me fibra të larta gjithashtu janë një alternativë e çmuar në rastin tuaj specifik, duke ju ndihmuar të mbani larg problemet e konstipacionit dhe të ndihmoni zorrën të kryejë funksionet e saj më të mira. Shmangni ushqime të mbushura me sheqer dhe shtoni drithrat me përmbajtje 5 gram fiber për racion. Bollguri. Për mëngjes, bollguri është një zgjidhje e shkëlqyer për gamën e gjerë të përfitimeve shëndetësore që ai i ofron me shumicë. Përveç ndihmës për të pasur një zemër të shëndetshme, bollguri do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu ndërveprimet dhe komplikacionet e menjëhershme të tij. Andaj, përfshirja e tij në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë në lehtësimin e problemeve tretëse. Ekspertët tregojnë se edhe buka integrale, nëse aprovohet si një dietë e shëndetshme në vaktet tuaja ditore, do të jetë një zgjidhje shumë e mirë në betejën kundër problemeve të fryrjes dhe konstipacionit. Ndaj, mos nguroni që të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve në dietën tuaj ditore për të evituar gjithashtu komplikacionet e saj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.